Kalojmë tani tek aktivitetet e komunitetit ton. Bostoni shqiptar përballë historisë, ambasadori Walker sjell të vërtetën e Reçakut në ambientet e katedrales ortodokse shqiptare të Shën Gjergjit, aty ku historia dhe identiteti shqiptar në Amerikan rrejnë thella. Fanolu të zhvillua një aktivitet me peshë të veçantë kombëtare, promovimi i librit të Reçak nga ambasadori William Walker, organizuar nga Qendra Kulturore dhe Libraria Fanoli në bashkëpunim me Vatrën, Degën Boston. Në këtë atmosferë të ngrohtë patriotike dhe plot emocion, aktiviteti u moderua me profesionalizëm nga gazetarja Rafaela Prifti, e cila e udhëzoqi diskutimin mes kujtesës historike dhe mesazheve për të ardhmen. Momenti më prekës i aktivitetit ishte momenti kur ambasadori Walker takoi një shqiptare nga fshati Reçak, e cila jetonte në Boston. Ky takim solli emocione të forta në sallë, duke rikujtuar për shumë njerëz masakra e Reçakut nuk është thjesht histori, por plagë e gjallë dhe dëshmi e sakrificës. Në fjalën e tij, ambasadori Walker e cilësoi masakrën e Reçakut si një krim lufte që tronditi botën, duke theksuar se pikërisht ajo ngjarje nxiti reagimin ndërkombëtar dhe ndërhyrjen për të ndalur genocidin e regjimit të Slobodan Miloševićit. Ai u shpreh se vërteta nuk mund të fshihet pavarësisht përpjekjeve për ta mohuar dhe se vendimi për të ndërhyrë ishte i drejtë dhe i domosdoshëm. Me një modesti të rrallë, Walker tha se kontributi i tij ishte i vogël në krahasim me figura të mëdha si Madeleine Albright, duke nënvizuar rolin e diplomacisë amerikane dhe mbështetjen ndërkombëtare për shtirimin e Kosovës. Ai gjithashtu dha një mesazh të qartë politik: Kosova nuk synon askënd, ndërsa Serbia vazhdon të mbajë një qasje armiqësore ndaj saj. Sipas tij, e vërteta historike dhe drejtësia duhet mbizotërojnë mbi propagandën. Ai ka thënë për diasporën: ruani lidhjet mes jush, qëndroni të bashkuar, kjo është forca juaj. Në fund të aktivitetit, ambasadori Walker firmosi librin e tij për të pranishmën të lexuesit, të sjellë nga Sab Gashi dhe Luzim Sabiu, duke u dhënë atyre mundësinë të marrë një kujtim të veçantë nga ky takim me vlerë historike.